Janë pamje të mesditës të hënës 6 prillit dhe i përkasin daljes së Shkodrës. Trafiku kaotik ka blokuar qarkullimin normal të automjeteve nga fillimi i zonës së Begjistenit e deri tek harku i Bërdicës. Drejtuesit e automjeteve presin në radhë nga 30 deri në 40 minuta për të përshkuar pak kilometra të kësaj rruge, në një kohë kur ende nuk ka nisur zyrtarisht sezoni turistik i verës. Pushimi i së hënës për shkak të festës së Pashkëve ka shtuar lëvizjet e bashkëmetodhe trafikun që është bëri pamenaxhueshëm edhe për vetë policinë rrugore me gjithë ndërhyrjet e saj. Ndonse punimet në zonën e Baçallëkut vijojnë, ecëria e tyre ka qenë me ritme jo të kënaqshme dhe ato rrezikojnë të përmbushin afatet e premtuara që rruga të jetë gati për paraqeljes së sezonit, për të cilit na ndajnë vetëm pak javë. Duket se edhe këtë verë Shkodra fatkeqësisht do të jetë destinuar të vuajë nga trafiku, që sa vjen dhe bëhet më problematik, pasi në këtë nyje kryqëzohen edhe mjetet që vijnë nga Europa në rrugë toksore, pasi hyjnë nga vendkalimi kufitar i Muriçanit.